Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jemi përsëri bashkë dhe këtë javë kam një evlat, të themi kështu, një djalë fantastik, kam një sportist, një punëtor sporti fantastik, është fare i ri, po ka krijuar emër menjëherë për shkak të përkushtimit të tij, për shkak të punës, për shkak të talentit, edhe për shkak të vullnetit të çelikt që ka. Me ne, me ju, me mua, këtu në shtëpinë time, në studion e improvizuar, Andin Rashica. Andin, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, si në shpi. Si në shpi. Faleminderit shumë për ftesën, nder dhe kënaqësi shumë e veçantë për me këngë. Nderi jem që të gjeta të pash, thash, a ke ardhur prej Manisës? Për ndryshe Andinin kemi pas një kohë në Manisa të Turqisë, ka qenë atje me ekipin e basketbollit të Manisës, mirë po, për të kuptuar krejt se kush është Andin Rashica dhe jetën dhe veprën e tij, ta ndjekim dokumentarin e përgatitur nga Ben Apolloni. I lindur më 19 shtator 1990, Andin Rashica është një nga figurat më të spikatura të basketbollit kosovar, një trajner i suksesshëm dhe një analist i besuar sportiv. Në moshën vetëm 16 vjeçare u bë pjesë e stafit teknik të klubit më të njohur në vend, Sigal Prishtina. Për 7 vite rresht, nga 2006 deri në 2013, ai punoi për të kuptuar çdo detaj të lojës dhe më 2 shkurt 2013, në moshën 23 vjeçare, u emërua trajner i klubit të basketbollit Radio Televizioni 21, duke u bërë trajneri më i ri në historinë e basketbollit profesionist në Kosovë. Një vit më vonë, më 2 shtator 2014, Rashica nisi një tjetër kapitull, gazetarin sportive. Si analisti i basketbollit në Radio Televizioni 21, ai solli në ekran jo vetëm përvojë praktike, por edhe një vizion të kthjellët për lojën, duke fituar shpejt vëmendjen dhe respektin e publikut. Pas një pauze të shkurtër, më 20 gusht 2015, ai u rikthye në klubin Sigal Prishtina si ndihmës trajner. Në disa raste mori drejtimin e plotë të ekipit. Më 11 janar 2018 u emërua trajner i parë dhe shënoi suksesin e parë të madh, fitoi Kupën e Kosovës me një skuadër tërësisht vendore. Ishte vetëm 27 vjeçar, por tashmë pjesë e historisë. Në vitin 2020 ai e përsëriti suksesin, kësaj here me fitoren e Superkupës së Kosovës. Në qershor 2024, Rashica mori rrugën drejt Turqisë, ku e emërua ndihmës trajner i klubit Manisa Basket. Pas largimit të trajnerit kryesor, ai mori përkohësisht drejtimin e skuadrës në një ndeshje miqësore kundër Tofashit, duke treguar qetësi dhe autoritet. Rashica ka qenë pjesë e stafit të Kosovës që nga ndeshjet e para pas pranimit në FIBA. Ai kontribuoi në kualifikimet për Eurobasket 2017, Kupën e Botës 2019 dhe Eurobasket 2022. Në vitin 2023 u rikthye në përgatitjet për Eurobasket 2025 dhe Kupën e Botës 2027. Në mars 2025 ai u emërua trajner i kombëtares U20, një detyrë që e mori me përkushtim dhe vizion të qartë për të ardhmen e basketbollit kosovar. Profili i tij është dëshmi se suksesi ndërtohet me pasion, punë të palodhur dhe përkushtim. Ai është një emër që i përket fushës, por që sot frymëzon edhe përtej saj. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për basketboll, për sukses, për pasion në punë, Andin Rashicën të gjithë e kanë në majë të gjuhës. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. E ndoqëm dokumentarin për Andinin, Andin që atje njoni po lyp mi aqel derën. Jo që veç Po që ashtu, ngre. Hyni Django edhe bindi është jashtë. Tash ta presim edhe bindin. Tash e presim edhe shefin tjetër. Po edhe shefin tjetër, tash në rregull, jemi ky i madhi hyni. Qishtu e kanë këta të mëdhejt nuk mundemi mos mi aqel derën, me qenë pak të vegjel. Unë jam shumë e gëzuar sot që e kam një djalë të madh përpara vetës, se gjithë vetja po më duket shumë e madhe. Adin diqysh po thëm, do pësohnat moj djetë, po që kur pe ki Andinin për bazë, po ki nevoj me menun ame jetë. Unë po thëm emision i runë. I runë. Me vlera. Me vlera. Me vlera kilogram që po s'ka lidhje. A e kini po që Andini ty kesh bre vlla, njerës që hajnë, që janë rahat, hajnë, knaqen, kur nuk
I dhnohen. A i dhnohesh ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Zero kompleks, do me thonë. Zero. Kështu që Që, me ardhë dhe shefi tjetër. Po, ardhë dhe shefi. Bindi! Hajde hyn më rind. Hajde hyn më rind. Që është? Okej, u futen edhe Django edhe Bindi, tash ma mërmenja se kemi asnjë jashtë. A kina i qenë ti të shtëpia? Jo, a? Jo. Jo, a? Po edhe s'ki ko se ti je me cajake. Do të shumë kujdes, kështu që... Po, edhe kërkojnë edhe kujdes, edhe kërkojnë shumë dashni. Ti anden dashni për jep sportit. Po. Edhe qysh kur ke qenë i vogël. Mirë, si ishte fëmiria jote, pse orientove në basketbol? Fëminia, unë jëm rrit deri një mosh, do më dhënë 6-7 vjeqare ma shumë të gjyshja dhe gjyshja, edhe kur ka ardhë koha për me dalë në klasë parë, gjyshi ka vendosë që nështë shumë ma mirë është me shku të prind edhe me vazhdu shkollimin atje. Një fëmini shumë e mirë, do me thonë... Si të gjyshi, amo! Mes dy lagjeve bregu i Dillit edhe parku i qytetit. Mirë po, kur ka fillu lufta, na kena vendosë me qëndru në Prishtinë, me prind në lagjen bregu i Dillit, edhe aty kom fillu për herë të parë me lujt basket. Kem pas mundësi me dalë në lagje, edhe masanej prej qasaj dite, kur ka përfundu lufta, jem regjistru edhe në ekipin e basketbollit Prishtina edhe prej asoj dite masanej. I kom përcjell keq gjeneratat, fati, nuk thëm fati, po ne nuk jem kun edhe qatë që i përkushtum si lejtar, për arsye se jem kun këgja demel e pranej, edhe është mirë me pranu. Mirë po, nuk kom dash mundoh për i basketbollit edhe e kom pa që muj me vazhdu si trajner, edhe u ku një profesion i cili jo që më ka bu për veti, amë e kom pa që mëjnë ashta me u përkushtu dhe mëjnë me dhunë shumë, edhe masane i kom vazhdu, kom pas ndihmën e shumë trajnerave, klubit Prishtinës, cilët më kanë përkra dhe më kanë mbështet deri verën e kalume, do të në atë vjetë. Mirë po, ndëgjo, për me qenë trajner, duhet edhe një talent i veçantë në marrëdhënie me lojtarët, se lojtarët bëhen nervoz, lodhen, kur lodhen natyrisht që ka njerë del edhe ndonjë fjale keqe, kur lodhen, i dhnohen, kur humbin, i dhnohen. Ty të njohin si një trajner shumë të butë, shumë të mirë, edhe me qasjen që e ki, me lojtarët ta lavdrojnë edhe trajnerët që kanë përvojë, edhe që njihen që janë trept. Si po mund të arrish ta kontrollosh vetë vetën, se unë besoj që edhe ti bosh nervos, kur hup në lojë ose diçka, por si arrin ta kontrollosh vetë vetën? Po, ndoshta që edhe pse kom fillu në mu shumë të rej, mirë po one e kom vërejt veç një sen. Nëse ti e kom një fjallë që nuk e kom arru kër prej zonjës Afërdita Saraqini, kur kom fillu kur jom bu trajner 21. Është detyra e parë si trajner? Si trajner kryesor, më ushën 23 vjeqare, edhe ma ka bu djallë nëse dën me mri diçka njetë, dësh mu sill me kejt njejt, a mu trajtimin me pas ndryshe. Edhe u kun shumë e vështirë me kuptu, mirë po është e vetë një mënyrë, nëse dënë me arrit sukses, duhesh ketë ata lojtarë mu sill njejt me gjithë, mirë po trajtimin duhet në bazë karaktereve që e kanë, me cilat ndoshta ti mund është me kuptu pikat e dëpta tyne, pikat e forta, kur janë keq, kur janë mirë, edhe ata janë njerëz, edhe ata kanë familje, po që është më e rëndësishmja, që është shumë e vështirë me kuptu, edhe ata janë djemë të dikujna, edhe ata kanë familje që kujdesen, edhe ketu kur i bëm bashk, është si kur puzzle kur i ki që do shmi bu ketë bashk edhe në formasanej, normal që kur e jep maksimumin gjithë kime pa sukses. A e din qka të bën ty pak ma të veçantë? Ta bën se në mosh shumë të re, ti e 35 vjeç sot. Po, për 35. Për 35, 34, 35. Me pas gjithë këtë përvojë edhe me mendu punën në këtë mënyrë, është diqysh thëmë, për këtë mosh është heret.
por si duke ty ajo përvoja prej 23, ti 12 vjet, 13 vjet je në palestër, je në sallën e basketit. Gati si trajner, gati unë bu viti 19, se në mu shumë 16 vjetë kom qenë asistent i dytë në Sigal Prishtinë. Masanej e kom një si obligim, për shkak të shoqënisë televizionit 21 që më rritë me djemët le kalu mironi e ndriti, kur e ka nap klubin e basketbollit, e kom një si obligim mi ju ndihmu aty në djemëve, si kom si vllazën edhe fatkeqësisht, unë e thëm prap, një prej seneve që më ka met ashtu pikë në jetë është që ato që kom deshtë në me qatë klub nuk i kena arrit, mirë po jetës nuk i dijet. Jetës nuk i dijet, nëse ju ma të klubën menoj prap që ma ta djem, se e dojnë shumë sportin, e dojnë shumë basketbolin. Njëjtë edhe ledri. Po, që ashtu. Ka qenë një ekip fenomenal, praktikisht krejt djemëtri, kanë qenë të mbledhun edhe të gjithë adhurus të basketbollit. Që ajo është ma e mira. Po, Leka, Ledri, këta e kanë dashtë edhe atë street. Po, basketin e rrugës praktikisht. Sa ke qenë ti pro basketit rrugës? Sare këm kod lirë, mundona tash me përcjell, loja 3x3 ka fillu shumë me u bu e famshme, është bu dhe sport olimpik. Po. Edhe është shumë, nëse hinë mrena në qatë lojti shumë ka ona e taktikës, sidomos në fazën e mbrojtjes kupton se spacingu është shumë ma e ma, se në basketbolin të unë është 5x5, aty 3x3. Po është, unë e për vete e shijej shumë kër i këshyri. Kur kom kod lirë, sidomos këto shtetet e fort, ose naj turnir që është munduna nëse ju me ku prezent aty për mes televizionit në përqek. Ata kish marrë menja me kalu në trajner të 3x3, në trajner të streetball. Streetball, kam fillu tash ma apliku, është ai trajneri cili do me thunë mundet me tregu para lojës që ka me bu djenë, gjatë lojës nuk u dzën me full, po pse ju jetës nuk i dije, do me thunë. Qa ka të bëj me basketball, pse ju? Në funditës është një tëp që kime shti në kësh. Qa është dhe jëmë do lojtar aty që duhet me u trajnu. Mirë, qka të gëzon ty profesionalisht? Tash je, praktikisht tash do të udhëheqësh U20-ën. Do të shkoni në Armeni garat evropiane. Po, kampionat evropian, divizioni B, një grup shumë i vështirë, mirë po mas këthimit për i Turqis, edhe përfundimit ndeshëve të fundit para kualifikuse me Kosovën, kjo përvoja në Turqim ka motivu të e për shumë. Edhe thjesht nuk po du këtë motivimin tem me hargju kërkën tjetër, po du me qata djem, është koha. Nuk është sakrificë, kej për më thënë që është sakrificë, për mu është nderë dhe përgjithësi shumë e madhe, se vitet e fundit nuk ja ka njësë mos me pas shumë lejtarë vendor gjeneratave të reja. Kështu që mendoj që është koha me mendu për ndryshimin e gjeneratës. Fati jem është që më ka ra me punu me shumë djem përfacusit Kosovës që tash e kanë kriju një bagazh edhe unë përvetim se i ma shumë pe lejtarëve se pe trajnerave, se funditës ata lujnë, kështu që kom mësu shumë prej tyne, edhe ketat ato të mirat për dhe ato veset e këqia që i kanë ata, kom mënu që të mirat mi barë të këta djemë të ri, të këta unizetat, edhe ato të këqia më mundu për mës me shumë e vështirë mi ndalu, mirë për nështa mi ju të regu që ka zbën nëse që ka nuk duhet. Fati ju është që djemët po ju jepët mundësia me lu basketball, mirë po kushtet nuk janë ende qysh duhet. Çka mendon që duhet me u përmirësu prej kushteve? Po tash, seni primar është koha, nuk po kanë termine të lira për me ushtru. Do me thonë jena në vitin 2025, edhe une nuk kom mujt, une mëj me kuptu gjithë shka. Mirë po une nuk mëj me kuptu që për shkak një procesit zgjedhor, mu anullu 2 gjera të Superligës Kosovës në basketball, handball, volejball, për shkak që sallat kryesore me qenë të në zona për shkak të zgjedhjeve. Unë ishta nuk më me kuptu, edhe është diçka që kom pas nështë ameritojnë a spjegim,
Mirë për mu nuk është në rregull, se ti për 2 javë ekipet kanë me pas probleme më shumë. Është dash me gjetë salla ekstra me ushtru, që është shumë problem me gjetë në Prishtinë, Lemo edhe në Kosovë, besoj. Kështu që nuk janë ende kushtet e duhura. Për shembull, unë në Turqi, me një lejtar normal, unë kom kom shku 1 orë para stërvitjes, kom nejt edhe 1 orë mas stërvitjes, edhe kom ujtë me nejnë salë të ndite nëse kom dashtë. Tu nuk të mundësohet që ajo. E unë e shoh dëshirën të fëmija që dojnë me ushtru basketbol. Mirë po, basketbolli është një sport pak edhe i ndishëm, që ti kur është dimë nuk mund është me ushtru jashtë. Mirë po, prapë se prapë menej që një ditë kjo qasja jonë kjo qasja jonë kritike që është, nështë komi shërby dikojna për mi përmirësu këtë sene, edhe pse. Po prapë se prapë në menej që erdë kur ka me u rregullu. Okej. Andini është pak kritik lidhur me këto gjëra, por me çka gëzohet Andini? Me çka gëzona? Profesionalisht. Profesionalisht, po gëzona për shembull kur e shoh, unë kom qenë prej ditës parë në gara ndërkombëtare me Prishtinën, po edhe me Kosovën kur jemi pranuar FIBA. Edhe kur e shoh vitin 2015, edhe vitin 2025, një periudhë 10 vjeçare, sa i përket organizimet, jam tepër i lumtur, edhe me përfaqësuesën, po edhe me Prishtinën. Ketë kjo për shkak se shumicën e kohës ti je në improvizim. Për shembull, unë prapë gjithmonë e përmendin në ndeshjen e parë zyrtare me Prishtinën, që e kemi pas kundër Astanës, Kazakistanit në FIBA Europe Cup, salla ka pik. Se ka ra shi dhe salla ka pik, edhe na gjatë të lojës e kena pas një person që ka punu në pallatin e Rinis me një kofe nalt, do e majt ujën. Do me thonë, plus edhe reklamat, marketingu, këtu edhe kur e shoh që shukon në 2015 edhe që shoh tash në 2025, unë e thëmë, është. Plus tash kjo përvoja që kënë Turqi, e parë që nuk është dallimi shumë i madh sa i përket dëshirës për organizim e kushteve, jo, normal jena shumë larg. Shumë larg. Çka duhet të bëhet të përmirësohen kushtet? Po, A duhet qeveria të ndërhyj, a duhet sponsorët të mendojnë pak më shumë? Tash po flas për Prishtinën, unë menoj që kom drejt me full për Prishtinën, se kom qugati të njëtën aty. Edhe Prishtina është qyteti që e kom kalu të njëtën. Prishtina është bo si një farloj viktime këto vjetë e fundit e një qeveria aktuale edhe e komunës. Do me thonë ato problemet që pikan këto dyja me njëna tjetërën, në fund reflektohet pasojat pika krye qyteti, si në sport edhe si në kultur, kështu që në terisa nuk përmirësohen këtu, menoj që ka me vazhdu kjo problematika, po pres që Prishtina me pa sallën e vetë, kom i ndihmu shumë edhe për zhvillimin e talentave, po edhe të klubit, edhe pres normal që federata e basketbollit, po edhe federata tjera me pas qendrat e tyre nacionale ku ka me qenë shumë ma lehtë për të ardhmen. Do me thonë e vetë një zgjidhje është që kjo. Unë e më folë për Prishtinën, për qytetet tjera paka shumë. Zdi, nuk i din ashta. Po. Mirë, në të ardhmen ku e sheh Andini vetën? Na tregove ku e sheh Prishtinën? Po, unë për veti këto vjetë e fundit nuk bëj shumë plane për të ardhmen. Qëre, njeri do të me pas andra, mirë po në funditës na nuk e dina që komendohë me neve mas një ore, e lemo nesër ose mas nesër. Kështu që e jemi është që ndoshta për momentin me jep maksimumin edhe me jep ketë ato që kom për vetës për basketbol, për punën si trajner. Edhe nëse punoj mirë, menoj që kom e pa vetën, ndoshta ndihmë trajner në Euroligë, ose se që aty e kom synimin ose ëndrën, mirë po ju me bu ma shumë se diçka që me shty vetën ma shumë se që duhet asnjëherë. Në funditës shëndeti është primar. Absolutisht. E në planin personal, ku e sheh Andini vetën? Planin personal, atë se di, nuk e di.
Aty nuk e di, është pjesë shumë unë mendoj që është pjesë shumë e ndihshme se cilit person, ajo duhet me pas shumë kujdes. Sa mendon ti që familja, gjyshi, gjyshja, pastaj nana, baba, në një farë mënyre ta kanë determinu me shku ka basketi, apo të themi kështu, me shku ka sporti. Se zakonisht thuhet, pe orientoj djalin ose vajzën në sport se nuk mi merr rrugë tek qia. Zakonisht ekziston që ajo. E vërtet është ajo. Mu në basketbol më ka regjistru nana. Ka qenë dëshira e saj na që në më marrë me basketbol, masi që ka përfundu lufta. Edhe gjyshja dhe gjyshja jem kun, do me thunë për ta e rëndësishme ka qenë vetë shëndeti, do me thunë s'ka pa sen tjetër të ta, edhe kurse normal baba u kun ma shumë fakulteti, universiteti, mirë po i kom rri dyjat, kom ujt dyjat me kry me sukses. Mirë po, ajo që kujtohet edhe nuk është shumë e vështirë me harru, është që kur pa të përfundu lufta, normal këtë familje nuk i kena pas shumë kushtet e shtira. Nuk mëj me harru as njëherë për kraja qatë që madhu kune prendve, sa që ka njerë e kanë lumë vetën keq për me na i bleni par patika, ose me na qumë në për kurse, ose adin. E që ajo masanej të shten me menu që sa rëndësishme është fëmija, se sa rëndësishme familja dhe edhe ajeti i gatshëm me bosa qatë sakripicë. Po, është që është shumë sen i mirë edhe kur e menoj do me thunë ka pas raste që baba e ka lumë vetën keq për se mu kanë qy patika të dashme i ble patika tjera për stërvitje. Kur ke qenë fëmi, do me thonë prind i idealizon, por kur fillon të rritesh dhe ta marrësh një drejtim, fillon me idealizu njerëz tjerë. Si për shembull në këtë rast, trenerat e ndryshëm, lojtarë të ndryshëm. Unë e kom Ketja Tërkën. Kënë Keti. Agim Binakën. Ish kolegun ton të ndjerë. Shefin, shukën, e kom pas gjithë shkaj. E ke pas shef edhe e ke pas si mentor të themi kështu. Se ti ke punu një kohë edhe në redaksinë e sportit të radio televizionit. Ajo kun i datur, do më thonë, dëshira e tina kun që mu këthy në basketbol. 2015 verës, edhe e po që unë po jëm okej me punën, po nuk po jëm a i vrejke, i ka vrejt këtë senët është, u ku njeri i madhë. Edhe Prishtina tha ish kualifiku, tha në FIBA Europe Cup. Thash, po, tha ti tha montajën e din. Thash, po e di. Tha njani, tha ti e din. Edhe nuk kanë shku as 2 ditë, më kanë thirë të klubit për më këthysin Dims trajner. Wow! Masane e i shkoj do ditë më pushim dhe kër u këthy, thash, pala, mi me full me ty, tha, i di, tha, ketëne. A i ka ditë krej, do me thonë, ati s'ka mujtë mikë, kërgjë. Tha, një ke ato që e ki synem, tha, këtë, tha, mënesh me vazhdu me punu, deri sa të mënesh me majtë dyjat. Tha, në momentin që s'mënesh me majtë dyjat, tha, unë e kom me tregu, tha, s'ki nevoj me më tregu ti. Edhe masane i kom vazhdu dhe një shkurt 2016. Ajo kun nuk ka di që nuk unë bjen men. Nuk mënesh me imaginu, dhe me thunë, është njeri ma i madhë në herë që kom mujtë me taku. Fjallët e tina, dhe me thunë, ato mund ka rao shpesher me udhtu me të rrugës për pesë, dhe më se në atë ku, si njështë nishi i trasëm të lujt e pesë. Më thanë, barën si, po ka sultani, se peja, se në atë ku trasëm të ikë se sultani. Ska lidhje, njështë një shpëllës letë që ska lidhje. Kryesorja transmitor, njështë një. Kongë që i ngëj kjatë listën e kongëve, dhe me thunë vjetra, unë i ngëj çdo natë. Nuk mund është me imaginu, dhe me thunë, nuk ka ditë që në gjyshe, edhe Agim Binakën nuk ka ditë që nuk kombinë men. Fjallët e tyne që mi kanë lënë, asë njëherë. Dhe me thunë, një njerëzit mentorat e mi. Sidomos Agimi sa i përket sportit, sa i përket relacionit me publikun, me mediat e këtu, i kom su kejt për tina. Kjo është fantastike të dëgjosh një gjë të tillë për një ish koleg të cilin e kemi dashur të gjithë, edhe e kemi respektu të gjithë. Plus, ty marë parasysh që Agimi nuk ka qenë i lehtë me komuniku me to se ka qenë, atë hala se ki krya? Që? Hala për rrën? Ku je për e ti?
Me thonë, e ka pas një qasje shumë. Kur vike, ato e ka pas ato kështë që ene, kështë edhena, a o kryn, po o kryn. Mirë. A i ka pas atë shikimin që ti me, a i veç me të qyre ke kuptua ke punu mira ju, s'ka pas nevoj. S'ka pas nevoj me... S'ka pas nevoj kërë. Shumë bukur. Po, për pas këti, të themi këti idoli të madh, a ke pas trajnera që ke mendu, unë dua të bëhem si ai? Po, kur kom fillu si trajner, ka qenë shumë e vështirë me menu si cili trajner më bu se i kom pas veç 15-16 vjetë. Edhe kom pas edhe shumë problem. O kun shumë e çuditshme që kjo nuk është shumë e vështirë mi harru që tu. Kun shumë kom qef që ta me harru, po nuk mënesh. Ta trajnerat që në kur ma të vjetër, edhe për shembull ka pas raste që mullin tavolinë me ta, mas ndeshjeve, se mas i vetmi që më kam përkrau ka qenë Arben Krasniqi edhe Fikret Shatris që kom punu me ata dy. Kurse këta trajnerat tjerë çdo herë janë mundu në qatë moshë që e kom me mbu do pyetje që nuk javë kom ditë përgjigjet. Edhe që ajo ma ka shti i natin qatë shumë që me shku në shpe, me kajt njëherë për i natit, e masanej, po i ri me kajt për i natit pëse se dita përgjigjen, edhe masanej mi dit gati kitë përgjigje tjera, edhe tash kur ullna me ta, tash është pak e kunder ta, e qasojna. Ape a qëtë të pytje kështu? Jo, asë njëherë, a më veç mununa më ju tregu që, unë mununa më ju tregu njerëzve që qasja e ty nuk unë e gabume. Jo mi qitë në pozitën që më kanë qitë ata mu. Qa jo në ashtë është ceni, që mas mirë. Okej, a e kanë kuptu? Normal që po. A mu për trajnera po, është munona me i përcjell i këm disa trajnera cilët munona me i përcjell ka ona e ideologjisë punës. Jo ka qasja me ekipin ose me lejtartë. Është Željko Obradović, që mundona paka shumë me përcjell qasin e tina, se mundohet me apliku një basketbol që për shumë njerëz është shumë i komplikuar, por shumë i thjeshtë. Edhe është Andrea Trinchieri, trajner italian, domethënë që ta dy mununa mas shumë ti këto vjetë e fundit me i përcjell sa i përket ideologjisë punës që e bojnë. E mirë, cila po dalim jashtë Kosovës, do të thotë. Cili ekip të pëlqen? Ekip nuk kam ekip të preferuar. Fat jam i madh kun që ne jam kun pjesë e ekipit tem preferuar për gati 20 vjet, Prishtina. Po. Unë sot domethënë e vresha sa isha në Turqi, e krysha lojën, në jetën kun ashta kish lojë edhe Prishtina. Unë senin e parë që e bëjsha e merrsha telefonin me këshyr rezultatin sa u kry loja, se është domethënë klub i zemrës. Mirë po, një fat i madh jam ka qenë, unë për veti nuk e kom përcjell asnjëherë ekipën e Fenerbahçes në Turki. Ekipa e basketbollit më pëlqen tepër e tyne ekstremisht shumë. Edhe nuk kom mujt asnjë lojë live me përcjell. Edhe këta shok që shkëshin mi këshyr lojt kur më qeshin foto në vike i nati tepër. Ashtë i Koshkova, më ra 2 herë me lu këndër tyne. A fitu ta hupët? Jo, Fenerbahçe është super ekip, është ekip. Se une u haber s'kom kështu për këto... Edhe më ka ra 2 herë me lu këndër tyne, edhe adin ashtu kur thesha, po ka dalë more pone. Unë këta andër i kom pas mi këshyr live, mu për mbjen me lu këndër tyne tashti. Po, është diçka që duhet me shiju edhe e kom përjetu mënyrën ma të mirën të mëndshme. Do me thonë me shku në arenën e tyne, me lu atë loje se masani kur erdhën edhe në manis, të na i organizim, të na i klub u kun diçka që... Do me dhe veç kur kanë orë stafi trenerat që fullum para se me fillu ndeshja. është shumë keq me dhumë, po une nuk kam komplekse kur i kom zgat trenerat me dorën, me trenerat aty. Do me dhe shahe më këta në televizori ku më pa dhe shtarti që pe i gjumë të... Andin këpillo! Jo, e kom përjetu mënyrën ma të mirën të mëndshme, super eksperiencë. Shumë bukur. Një përboj në një jetë, të themi kështu 20 vjeçare, një përboj barajagi e madhe, por një dashuri edhe shumë më e madhe për Prishtinën.
Mirë, mos t'ishe marrë me basketbol, me çka ishe marrë? A e ke mendu ndonjëherë? Se ko mendu asnjëherë. Profesioni, nuk e më thunë profesion, po ku aso kom punu në televizionin në stene, mu më ka ndimu mu kriju si që kjo ndine që janë qëtash. Nështë ta gazetaria. Gazetaria sportive. Gazetaria sportive, mirë po, ka njerë thëmë nështë ta jo gazetar, unë edhe montazher me pas punu një stenesh, mu më kish kënaqa jem kjo. Kua një stenesh, sa kom punu në televizion një stenesh, për mu ku një jetë, se një periud prej moshës 16 vjetë deri në moshën 23 vjeqare, u ku një farlej rutine, mu qunë mëngjes, stërvitje, litarët e njejtë, njerëzit e njejtë, zyra e njejtë. Po kur kom dalë në televizionin një stene, shoqënia aty, njerëzit që i kom njoftu, nuk, do me thonë, ka pas raste kur punoj si trener që për një me je qa që lodhën sa që pritën me shku një stenesh s'kom pritu as njerë. Kur njetë. Do me thonë, nuk di qa kisha mujt me punu, po thëm gazetarmi, po dhe montazher ose qka do veç në televizion një stenesh pas punu i shku në seni ma i mirë. Unë për veti që ato e kom kuptu definicionin e shoqënisë, kur kom shku në televizionin një stene. E thëmë kështu haptas e thëmë. Do me thënë definicionin e shoqënisë, me kejt njerëzit aty që kom sot asoj ditë relacione shumë të mira dhe i kom si njerëz të familjes të. Faleminderit shumë për këto fjalë edhe unë shpresoj që emisionin tim po e përcjellin, po të gjithë kolegët e tashëm edhe kolegët që nuk janë më aty, edhe është një nostalgji për atë kohën e para pandemisë, për shkak se pandemia lëviz ligjëra, por shoqënia në radio televizionin 21 është e njëjta, do të thotë të gjitha kanë met njësoj. Që është shumë vërtet. Puna është më voluminoze, natyrisht, mirë po, ajo shoqënia i shyhreti që i thojnë me shku në punë, mu taku me pijat kafen, mu përlo pak, me kesh pak, me zveti, ende është aty. Kështu që... Edhe kom e qenë të njëdhen aty, ato të menaj që është 100% e sigurt. Kështu që në rrasë e helvete nuk dënë me punu si trajner, ta fishe. Ato e di, ato e di. Okej, në këto qaste miq të nderuar, mendoj që është radha ta ndjekim se çfarë po përgatit shefi në kuzhinën e Frigo Deluxe. Përshëndetje, unë jam Duli Morati, vi prej Hotel Merkurit, jam si shef ekzekutiv aty. Sot kemi me përgatit supën me thjerëzat kuqe, për cilën na duhet qep, karrot, patate, shafran, biber i bardh, kryp, krutunca ma në fund të qesëm edhe pak vaj të kuq djeks. Fillimisht e marrim qepin, e grim, gjithashtu edhe patates dhe karrotën. Vendosim tenxherin e zjarr me vaj ulliri. Dhe sigurisht na duhet për disa minuta me bë fërgesën e tyne. Sa po të vendosim në tenxhere, marrim krypën nga euroni, sigurisht edhe biberin e bardh. Një fakt shumë të rëndësishëm, du të dinë gjithë se pa më parasysh çka përgatisim si supë apo çfarë do sosi, me produkte që i fërgojmë ma shumë, do thotë shija na del më e mirë. Supa me thjerëzat kuqe është një supë shumë e shishme, mirë po për ata të cilët dojnë një supë më të shpejtë dhe me kursyn ashta edhe kohën, e kemi edhe supën prej perfetos, që mund me bo më shpejtë edhe më lehtë. Pasi që veç perimet i kemi fërgu, tani e marrim ujin, i cili paraprakisht është i filtrum prej aparatit kamelotit.
e lojmë të zihet për disa minuta. Pasi që thjerëzat i kemi kullu, i shtojmë të supa. Fol pajisjeve të Frigo Deluxe-it edhe supa na u bo shpejt, kështu që tani e mundëm me vazhdu me blendim. Gjatë blendimit, i hedhëm edhe një lugë shafran. Tani supën e kemi gati dhe mundë me servu. Me që është kremuze, vendosim edhe disa kubza dhe të kërtunat bukës. Gjithashtu edhe pak vaj djeks. Kjo është supa me thjerëzat kuqe. Andin kafe turke e kemi shumë të mirë. Për ndryshe, ta them, para se me fillu, unë e kom me ta qu që tash një SMS pazarar, nuk ki me shiku, veç ki me bo copy and paste të 5 miq. Okay. Po, qka deshta me të preferu? Deshta me të preferu kolagen për lojtarët e tu, është kolagen i pastër. Po. Ti e din se lojtarët lëndohen, lojtarëve u duhet për relaks të muskujve, për eshna, për gjithçka, është fantastik. Unë e përdori për çdo mëngjes e marr nga një lugë. Tepër mirë. Edhe mundesh me e pi edhe me lang, edhe me ujë thjesht me të gjitha. Me gjitha. Po, edhe nuk ka kësi aditive të shtesë kështu të... A ne natë që janë dreshien, janë dreshien, s'ka, qasë s'ka, është i pastër. E tash radha është për SMS-in pa zarar, Andin. Hajde. Hajtë kalzama për më rinë që to si nga mirë. Po, shumë. Perfekt. Optika Simoni mi që të ndëruar, ndërsa ne tani, qëre SMS-in e ka shkru Ben Apolloni. Okej. Ja qënë 5 dostave tu, edhe nuk e shikon, veç ja qanë. Edhe na tregon ku ja ki qu. SMS-i është pa zarar. Po ne këm një shok so 5 dosta. Njamin. Amo. Okej. Veç të këshyri. Lumi, menë si s'po presë përgjigjen e tina azaj. Lum Kelmendit për ndryshe është një shok që... Unë i qëj 3 vllaznive, do me dhënë si Dhe ndaj. Ronit, Lekës edhe Lumit tjetër. Ku qa po më rrinë mirë, si sa. Derisa ndini i qanë mesazhet e veta, ne ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Unë sot do t'ju tregoj një recetë e cila është pak më e re, por bazohet pak në ato jahnia shish kebaba që kemi bërë në si tradicionale. Por pasi është gati pothuajse shihen e njëjtë, atëherë unë sot do t'ju prezantoj një recetë të mirë, të shishme dhe po ashtu e lehtë për ta përgatitur. Për to ju nevojitet mishi, qep, limon, edhe disa salca tjera të cilat ju gjatë përgatitjes mund t'i provoni. Por, sigurisht, kur të shihni këtë copë të mishit, kaq të bukur, kaq të mirë, kaq të freskët, me ngjyrë jashtëzakonisht të mirë, sigurisht keni me thonë, a thumër e zotë, ku e ka marrë Ola ata mish?
Unë këtë mish e marrë që 30 vjetë të IBEA nërkurës në Dardani. Dhe mu i ju thonë që kur ajmo nuk më ka shgënjy për 30 vjetë, nuk dhe të shgënjeni as ju. Prandaj, mishin IBEA provoni se është jashtëzakonisht i mirë. Prandaj, unë po filloj, atëherë me pregaditjen. Pare, duhet mishi të fërgohet, pastaj vjen procedura tjetër. Mishin i preni kështu të sopat, si pas personave në familje që jeni. Na jemi këtu 3 veta dhe përbojmë për 3 veta. Pastaj e preni kështu nga pak. Dhe tigan e vene vaj. Derisa të mbulohet tigani. Dhe tash pasi kemi prej kështu mishin në 2 anë, e vejmë në furtere ku është të nxehë pak vaje. Dhe kështu, kjo duhet të fërgohet 7 minuta në një anë, dhe pastaj rrotullojnë edhe 7 minuta në një anë. Dhe me thonë, parafërsisht mishi duhet të fërgohet në temperaturë të mesme për 15 minuta. Dhe tani masina të proj pak mish, atëre mune me rujt shumë mirë me folin fino, e cila sigurisht do të arrun aq mirë mishin, prandaj e lojmë në frigorifer për nesër ose për mas nesër, sa të doni letra fino aq mirë e run produktet ushqimore të cilat i pështili me to, sa që e mani pa vezvese. Atëherë më pështelim kështu, të edhe fino nga mundëson këtë mundësin shumë të mirë me 3 letë. E mbuloj mirë. Në gjitha anët e këpëtisim mirë dhe e lojmë në frigorifer ta përdorim nesër ose mas nesër. Letra fino ka gjithashtu një përparsi jashtëzakonisht të madhe në kuzhinë, ajo na ndihmon nëse dojmë me shtyp mishin, nëse dojmë me shtyp perimet, nëse dojmë me rujt drasën ose kuzhinën me ndonjë rast kur kemi diçka. Prandaj letrën fino mos e leni pa e pas në kuzhinën tuaj, sepse është jashtëzakonisht e përshtatshme dhe mirë, dhe çka ma me rasi është kvalitet dhe mune me përdor për kuzhinë për çdo gjë. E tashti, derisa fërgohet këtu mishi 7 minuta në një anë, 7 në anën tjetër, atëherë i bojmë gati qepët. Qepët fillimisht i ndrydhni kështu pak me një. Arsyeja pse e bojmë këto është për arsye se qepët kanë mjaft lëngë dhe atëherë ato sigurisht kur të ndrydhen kështu, ato e shëlqojnë pak lëngun në vend dhe janë ma tjeta për mu përgatit. Prandaj, fillojmë me prerjen e tyre. Qepet i preni kështu për gjate, që edhe masi kemi shtyp, janë ma të buta. Dhe i vejmë në tavë të cilet dojmë me i përgatit. Dhe tash jënë bo 7 minuta, derisa e kemi gri qepët, dhe tani e rrotullojmë mishin në anën e kundër, dhe e fërgojmë gjithashtu edhe 7 minuta. Gjithashtu edhe qepët u grinë, qepëve u shtojmë kryp, eurona dhe aura, gjithashtu kemi 2 llojet edhe të himalajve, edhe kryp të detit partë të jodizuar, që ka edhe paketimin jashtëzakonisht e mirë dhe përshtatshëm për të përdorur. Këtu ne ashtojmë edhe pak piper të zi. 2 lugë ose 1 soja sos, varet sa e adhuroni soja sosin. Dhe këto i përzini mirë.
Letra bora e butë si bora për kuzhinë është ndihmës jashtëzakonisht të madhe. Dhe tani u bo që në 2 anë, nga 7 minuta është pjek mishi, e largojme në pjatë dhe e pregadisim salcën për mish. Për salcë për mish, jo vetëm për këtë mish, po dhe për tjetër mish nëse doni me pjek në furrë, është një salcë jashtëzakonisht e mirë, prandaj unë ju preferoj ta bani në mend dhe ta shikoni dhe ta mësoni se si pregaditet. Atëherë, në fund të e merrni qëtë një vaj, pak krip, pak piper të zi, një lugë musat, senf, një lugë mjaltë, dhe gjysmë lang limoni. Këto i përzini mirë. Dhe tani e merrni mishin. E veni mi qepë. E lyni me këtë salcën të cilën e keni përgatit. Dhe kjo është e gatshme. Tani e mbuloni me foli dhe e lëni dikun për 20 minuta në furrë të nxehtë. Pastaj e largoni folin dhe e pjekoni derisa të piqet mishi. Parafarsisht duhet dikun deri në 30 deri në 14 minuta. Po ashtu, tani folin fino e keni prap e cila përdoret, por une do t'ju tregoj edhe një shëpsi time. Kur doni me përdor folin e aluminit për pjekje, ata gjithmonë të pjesën matë e veni nga mishi. Kurse kur doni me pështjellë senet të ftofta, atëherë këtë anën e vizlueshme e veni nga ushqimi. Sërë të mbuloni mirë, kështu, dhe e futni në furrë të nxehtë të piqet për 20 minuta, pastaj e hekni foli dhe e lëni të skuqet. Tani u bon dikun rreth 20-30 minuta që kemi fut tavën me qep dhe po e shikojmë a ka nevojë me u përgu ma shumë. Aromen e ka jashtëzakonisht mirë, tava është bojë mirë shumë. Dhe tash ti mundemi sa për me u skuq pak, mundemi me arrotullu mishin dhe me lojnë edhe një 10 deri në 15 minuta në furrë. Tani kthejmë këtu edhe pak, por është edhe një truk që konsideruar. Tash pasi kemi bo këto kështu, mundeni me ashtu për shembull gjysmë filxhani ven të bardhë ose birë, për arsye me ja neutralizu aromen e qepëve dhe të mishit mu bo ato aroma ma kompakte. Prandaj ja veni vetëm pak kështu dhe e fut një furrë pa mbulu. Nëse nuk e konzumoni, do të thonë ju pengon që është bira ose vera, atëherë nuk ja shtoni fare, por vetëm ashtu e ktheni në furrë edhe për një 15 minuta. Qikush të nderuar, besoj që tava tani ma është gati dhe mund ta nxjerrim prej furrës. Sa era e mirë. Dhe ja, një tavë me kep moderne,
e cila nuk na lodh me përshit kepte me pështjela në këne, është jashtëzakonisht të shishme mirë. Edhe nëse ju e lene për shembull edhe ma shumë, ma gjatë, varet prej shijës juj. Nëse doni me qenë ma e thatë, atëre e leni deri sa shteret gjithë uji, nëse doni mundi me shtu edhe diçka tjetër sipas dëshirës, por kjo është një recept që unë kisha quajtur tava me qep moderne. Shikues të nderuar, deri në emisionin e ardhshëm me këtë tavë të shishme e të mirë, unë ju përshëndes duke ju uruar një javë të këndshme dhe të mirë. Deri në emisionin e ardhshëm, ju dëshiroj gjithë të mirë. Andin kujt ja dërgove, dhe më thonë? Lumit, Lekës edhe Ronit. Tjetër? Donit edhe Beratit. Donit edhe Beratit, okej. Ta i kam të mahalës. Diqyra i shkaj edhe Beratit. Që ta dini se qka ka qu Andini, Bajagi ka shkru referat beni, po s'kom qare pa e ledzu. Hello, a ka ndo një mik a familjar që do të marrë përsi për të dëgjej ankesat e mia për arbitrat? Apo të filloj me të flas me vetën? Leka të thi. Qite një telefon. Ale. Qysh këtë në shkru mu mesigja? Ma u lodha mu, tash kam nevoj për mendimin tënë, qa po buhet. Vesh nëse, për që të pyetjen që ta buna. Bezova dhe i skaj, po vesh tash, u bona nërvos pëse ke gjithë ku me më shkru. U bona nërvos pëse kom gjithë ku me të shkru. është befasi ku në fundi se s'kom shkru me. Me ka një atë me lumina? Ata lëshoj kamerën të tregoj me kënë jam. Hajde. E shpak. Po të përshëndes. Je live! Po. Dhe dhon, që të pyjt jo dash me javë që 5 shokë është që normal që kome ta që ty. Ali u po nervos, se se ki thirë. Qau të qa si më nështë të mja nisë. Pe diti qka? Po, shumë mirë. Hajde, shijemi. Të përqafojmë, Leko, të përqafojmë. Hajde, qau. O po nërvëz që gjeta ku. Sa me fjallë tjera pëse su ki thirë. Duni ma klej, miro. Miro, E bo që s'jo mëne. Me din që nuk jo mëne, 100%. Do të thot ju komunikoni kryesisht me telefonata, jo fort me SMS-a. Jo, e kem një grup që gati sa vjetë, shumë vjetë, jem me 3 vllazërit edhe unë, aty ka gjithë shka. Dhe në thonë, emision, debat politik, sportiv, kulturor, shkencor, dhe me thonë, kejtë sanet i kia të. TikTok, Instagram, Facebook. është që aty njëm gati gjatë ditës, në mëngjes, e dina për njën i tjetërën që ako me bu, ta më njëm si 4 vllazën. Sa bukur. Ja pra dhe njëherë mesazhi. Ndoshta s'na ndërpren edhe ndonjë telefonat. Hello, a ka ndonjë mik a familjar që do të marrë përsi për të dëgjoj ankesat e mia për arbitrat apo të filloj të flas me veten? Nëse dikush guxon me ardhë me më dëgju, e qarosi me një darkë të mirë me 3 pikë qebapa dhe gjuajtje të lirë me birra. Pres përgjigje ose arsyetime sa më shpejt. Me respekt, Andini, trajner me stres, por ende shok i mirë. Roni ma kthej. Gjithsesi, në çdo kohë dhe në çdo vend. A këto e këm. O, Roni, sa i mirë është edhe Roni ka qenë edhe talent në futbol. Po, shumë. Të tret janë marrë shumë me sport. Po, Leka dhe Lumi kanë qenë në basket, ndërsa Roni në futbol. Okej. Presim edhe përgjigje tjera. Lumi garant e din që, do me thonë,
E din që si hormoni është që s'klem, përgjigje. Përgjigje të. Tash edhe zyren e ka ndru, tash ja ka njësu. Po ma serios. Ma serios u bu tash. Ma familjar u bu. Ma familjar. Miq të nderuar, radha është tani ta ndjekim recetën e Rudit. Miq të dashur, e djela fantastike. Sot, çka ko me bo? E kum pa një farë trendi në rrjetet sociale që më duk interesant, tash pse mos ta provojmë edhe ne. Pastat kanelloni, krema e vanilës edhe kokosi. Këto e kum vendos vajin, e kum çu me u nxe, edhe po u dashke me i vendos pastat me i fërgu. Qështo, pa unë nxe plësish vaji, edhe kjo me fillu ka dal dole, ne, pe provojna vësh një herë, tani pikqyrëm edhe këto tjerat. Do me thonë ja nisi nga dal dole, që po bëm bën një farë zhurme interesant, këto do të me u fërgu, qështo që ka fillu me ndru ngjyrë, kështo që po vendosim edhe tjerat. Shumë interesant si recet më duk, kështo që vendosëm me bu edhe na, pse ju, këtu me provu qysh pa na del. Këtu e kom vendos një pjatë, pasi që të fërguhen kanellonit, me i vendos në bora tona të dashura, që nuk mungojnë kuzhinën tonë asnjëherë. Si për pastrim, si për me thisi ndyrën. Kështu që mos e lani pa i pasë dhe në kuzhinë. Kështu, pas na ven halo, unë këtu me i vendos të gjitha. Tash po presim derisa të fërguhen kanellonit. Që kjo veç u përfundu. E vendosim këto. Të tjerat, edhe pak ju duhet, që këta se kemi rotullu heq. Edhe recet interesant, edhe po u bëj ka shpejt. Po besoj edhe në shije kam e na dalë shumë e mirë. Tash veç po e ndalin nxehtësinë, se veç janë në përfundim, edhe shumë shpejt po u pregadit kanë. Kremën e pastiqerisë e kemi bo, kremën e vanilës që e pregadisim në shumë receta. Kështu që edhe kësaj radhe e kemi marrë të gatshme. Tash i marrim, kjo e para u largu, i vendosim në kokas. Se halat nxehta s'po muj me dorë mi kap. Qështu po i vendosim në kokas. Pastaj kena me mbush me kremë. Ka njëherë ja she hajrin për do ideja internetit njëre, se dalin do ide shumë praktike, edhe të leta mu pregadit, po dhe interesant, shishme. Kështu që unë po besoj që me bo mja vendos mrena na i krem klotusit, ose na i krem të fëstëkot. Garant shia del haloma e mirë, po na pe bojmë qëtë klasikën. E mandej nëse na dalin të miras, kena me lëshu rrugë. Krejt shijet e ndryshme kena me bo. Fillojmë me të parën që kjo. Krema pastiqerisë, vendoset një në gjys. Jo, po pëdull në anën tjetër. E prejmë këto. Vendosim në pjatë. Edhe qështu me kokas e bojmë edhe anash. Qështu. Trak. Në pjatë. Edhe këtë anën kështu. Edhe në anën tjetër. Interesant po duken. Tash kur ti testojmë, e marrim vesh aja ka vlejt mundi. Pja bëj si një sreti me kryp edhe në pja bëj me kakas. Fantastike po duken, me nëzis po vres me i provu. Që mishë të dashur, unë do t'jem e para e cila do t'a shijoj këtë farë trendin e rrjeteve sociale, kanelloni me krem vanilë dhe kokas. E para ashtu në studio se bëva ki unë shtëpit e juja veç e keni provu, kështë që të marrë që të parën. Fantastike, krokante, shia e kremës për dominon,
Veç edhe shia e kanelonit fërgu tepër e mirë. Mos e leni pa e provu. Unë bona këtë kokos, me këtë pamjen time, po ju përshëndes shihemi të diellën e ardhshme. Mirëmbëjtje. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Radhëm tani e ka receta e Deas. Përshëndetje të dashur miq. Sot po takohemi për një ide për drekë. Çka me bo sot për drekë, ose nëse sot veç ja keni lënë emrin, çka me bo nesër për drekë. Një recetë shumë e shijshme, e lehtë, e thjesht, po edhe me shumë vlera ushqyese. Këtu kam ravioli me rikota dhe me spinaq. I kam ble kështu, i kam zi sipas instruksioneve në paketim. Edhe i kam lënë anash, për shkak se tash salcën do t'ja bëjmë. E do t'ja bëjmë një salcë super fantastike. Këtu në tigan kam hedh mjaft vaj ullire. Kpurdhat. I fërgojmë. Përderisa i fërgojmë kpurdhat, do t'ja hedhim kripën time të preferuar, euronin. Do t'i hedhim piper të zi, piper të kuq, edhe do t'a bëjmë pak pikant, edhe spec djeks. Veç filloj aroma e mirë me ju ardhë të studio. Pasi që kpurdhat pak fërgohen, ja hedhim qepën e kuqe. Qepën ja hedhim pas kpurdhave, për shkak se nuk dëshirojmë ta fërgojmë shumë, nuk dëshirojmë ta zbusim shumë. Brokolin veç e kemi zier paraprakisht. Do të shtoj vetëm edhe pak vaj. E tani pasi që janë fërguar mjaft, do t'i hedhi krem pana për zirje. Krejt në fund, dashur miq, do t'a uli temperaturën krejtësisht, ndërkohë që mbetet ende i ngrohtë tigani edhe vazhdon pak si me uzi në veti, e unë po i shtoj parmezan të grirë dhe tani mundemi veç me jashtu edhe raviolit. Raviolit i kam lënë pak me ujtë vetin, për shkak që me qenë pak ma të langshme. Pak me një salvet borës, po e pastroj tavolinën, që kur ta servoj veç duket ma mirë, edhe shkojmë me servimin. Veç edhe pak parmezan për i hedhi sipër, edhe janë gatshme për t'u ngrënë. Kështu duket pjata jonë sot të dashur miq. E unë me një herë po e provoj edhe po ju tregoj se si ka ndodhur. Mos e lëni pa e provu. Shihemi të dielën e ardhshme me tjera receta. Për ndryshe miq të nderuar, 5 pyetjet e Benit që aty po presin, janë 25 pyetje, po prej secilit kavanos do ta marrësh nga një. Prej secilës ka një. Prej secilit nga një. Hajde. Ta shohim çka ka ditë me shkretu Benua.
a është e vërtet që e keni një plan për çdo situatë, përveç asaj kur ekipi është duke humbur 20 pikë? Opa! Unë kam, do me thonë, plan për edhe kur jam të humbur 20 pikë. Bile që atëri kam planet edhe ma të forta. Edhe ma të forta. Benua! Përgjigje fantastike. Shkojmë me pyetjen e dytë. Prej se je i madh, a tu ka duk vetja ndonjëherë i vogël? Mu më duket vetja çdo herë i vogël kur fuli me nonën tem. Ose me gjyshën tem çdo qi. Për tu skor. Ja, tu. Do me thonë ato çdo ditë e përjetoj. E treta. Ke qenë vetëm 23 vjeç kur ke filluar karrierën si trajner profesionist. Kur humbje arsyetuar se jam i ri, prit një sot të rritëm edhe pak. Jo, asnjëherë. Kur si arsytu? S'kom hup shumë, ne. Ishte që, ama me një televizionin me televizionin 21, nuk kom pas edhe ku me mendu qashtë, se njerëzit që i kom pas për rreth, qatë që kanë ditë me motivu, po edhe ma kanë jep kritikën e dunë, sa që s'kom pas nevoj me mendu për këtë sen asnjëherë. Bile, mundemi me thanë që ka qenë trejneri më i ri edhe trejneri i parë që ka fitur në Beograd. Po, mas prej arkivës që ma kalon agime, prej vitit 90, e tutje, do me thonë viti i kalum, eksperienca në Beograd u ku një diçka e papërshkrume me Manisin që kena shku me FMP në Beogradit. Edhe adin kur e ki të njëtën si diçka peng që të monë që ti nuk mënesh me dëpërtu edhe me lu shkaku i tyne. Edhe me tarë mundësia që ti me dokumentat të Kosovës, fatkeqësisht jo me ekip të Kosovës, për herë do kur edhe këta ko me bo, e di që ko me bo, me një ekip tjetër me shku edhe me zhvillu ndeshje edhe mu sill mirë ma të mi profesionale edhe me fitu, ku ndiqka. Do me thonë, kur më ke harrej, se një po që më karon men, kanë qenë vargjet e Kongës Sabri Fejzullahut, pema e liris, ljumë kush do ta ketë atë fat, aromën ta shijoj i pari. Është kongë, do me thonë, edhe pataqit status, edhe është diçka që e kom shiju tepër. Pyetja tjetër. Kur fitoni, është strategjia juaj, por kur humni, janë lojtarët fajtor apo jo? Jo, është e kundërta. Kur fitojnë, meritën e kanë lojtarët, staf i ketë, kur humbi, përgjithësinë gjithë e marrëne. Okej. Edhe që ashtu duhet. Edhe fundit, edhe bent i këqyri që a ke bo tash. Qa ka shkretu? Ju, basketbolistët, a keni probleme me femrat? A guxojnë gratë të dashat e juaja t'i heqin shtiklat ndonjëherë? A guxojnë? As guxojnë, arrin me patika, arrin me rafshë, arrin me shtikle. Të mijat jenë kumë për mi 1,70, kështu që kanë mujtë edhe me patika pa problem, kështu që se kanë pas problem. Benua, maja ti shtiklat aty në tujave, ko i shikeve tuja, kështu që në regull jemi me Andinin. Andin këtu përfunduan edhe pyetjet e Benit, mirë, por nuk përfundoi emisioni për shkak se kemi edhe një gjë këtu. Okej. Në Majët Gjuhës e ka filluar një tregim dhe secili mysafir që vjen e shkruan nga një fjali të gjërë për emisionin. Praktikisht, çka dush ti shkruj? Ti shkruj unë sot me Xherin që shto falëm për basketin, e shajtëm basketin, e shajtëm lumin edhe legën. Çka të dush se është pjesë e tregimit të emisionit i cili shkon, i cili përmblidhet në fund të dhjetorit 2025. Për ndryshe, kopja është fel.
ndaq pijet nxehtë, ndaq të ftohtë, ndaq të vogët, shumë e mirë. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. A mund na lexosh? Po, emocion, nostalgji e një të kaluare që më bëri këtë që jam sot. Faleminderit RTV21, familja e madhe. Të falemderit shumë. Shumë të falemderit Andin. Më thuajve edhe mu në atë kohë, shumë kohë e bukur ka qenë tepër. Edhe kjo fjali ashtu mirë, po unë ndëgjatash. Unë di që ti ki qef me hungër, edhe unë kom qef me hungër. Edhe sot kom porosit të disa djemë fantastik, të disa djemë shumë punëtor të Mitrovicës, të cilët janë eksperta, mund të them, për dëner. I kom porosit dënerat, a pas të fat që ti të më tregosh, a janë më të mirë dënerat që pregaditen në Turqi apo në Manisa, apo dënerat që i pregadit në shatin në roadside, këtu në Kosovë. Për ndryshe, zanatin e ka marrë në Stamboll, është trajnuar mbi 6 muaj ka qëndru atje, por ta shofim apo i bën në shati ma mirë, a ata të Manisës atje ose në Stamboll. Përgjigjen e di sigur tash, po mirë po duhet me provu. Po. Okej. Andin, jemi me roadside personin, praktikisht me Neshatin Gjemilin. Neshat, falemderit shumë që i ke ardhë. Falemderit. Kom thirë, për shkak se i kom thonë Andinit, duesh me provu. A bohen dënerat ma mirë në Kosovë, pre një ustahi si ti, apo në Manisa e në Stamboll, ku zakonisht i hanë Andini. Na e dim që e ke kry shkollën në Stamboll. Sigur të di dhe pa i provu, po ma mirë për ja bojmë adet. Ja, të provojmë ka pak bre që shto, a bën mishti gisht atë shta? Masi për neve, a veç për neve që kjo. Po. Veç për ju. A bën mi kallëzu Andinit, ku e ki kry shkollën e krejt, është shkurt? Unë i kom të përfundu me disa shkolla, mirë po shkollën e dënerit e kom në Konja Turqis. Aty ku është E kom provu dhe atje kështu që. është në shumë shije, shumë përbars. Është edhe vetë. Po të qasëm pak. Ku janë dyqanet e roadside? Dyqanet e roadside gjindën në Mitrovic, 2 janë. Po. Në Podujev, në Klin edhe në Skenderaj. Vetë sa o hapë. Kështu që presim mu hap edhe një në Prishtinë. Podujev mu me shku. Se gjëna është tash. Ti zgudzën me shkur në Mitrovic, se Torcida të bën lëmë ty të Prishtinës. Apo, aja qesim një dres Torcidës. Jo, Podujev mu me shku. Podujev mu në të me shku. Ama ti a ki vrejt Andini, hiso ka të këqyrë ty. Pesha. Në nëzi po pret me provu. Okej. Edhe salcën e bën vetë. Edhe salcën e bën. Me recet të... Unike është. Të konjës. Të konjës Turqis. Qashtu, shumë bukur. Hajde tash, a bën me na i pështjel mut 2, një me kësi edhe një me kësi, Andinit 3. Po, mu 2 asin. 2 asin, një kësi. Okej, që shkon procedura? Se gjithë kom pas qef me dit, që shkon procedura me pështjel një? Na si roadside, posedojmë shumë shije tjera, mirë po këto janë ma të veçanta të na, bazike. Po? Të na, për shambull, petat i bojmë vetë. Po? Bukti bojmë vetë, salatat i marinojmë me limon, jo me uthull, asnjëherë me uthull, me limon që me pasje gjatësi dhe me pas shije ma shumë. Edhe? Tash ta tregoj procedurën si shkon. E lymë petën. Wow! Që me pas, kjo ka 5 aromat veçanta. Salsa. Salsa, po. Po, a bën me ditë çfarë aromash janë ato që ka mrenda? Ka kumin, ka kanel, ka curry, ka oregano, ka limona shtryllën edhe këto. Zona grune vdojna me qelin. Ju mundën e veç me shita dhe me hongër, se me maruj, jo! Këtë formë. Dikush e preferon, po shumica nuk e preferojnë, po dikush është edhe me qepe dënë. Po? Po na zakonisht
I pytni. I pysim, po. A doni me qep, a s'doni me qep. A do me targë. A ki me putna ikon, o Andin? Jo, lasë. Kështu që mund është edhe kep një qitë, për që sa të spiqesim? Po. Sa ta heqësh ta? Qa ashtë. Normal, i kemi edhe gramazhën që e qesim. Po. Qëre, para një 2 javë i ka lë dur të më stanin. Jo, para ta më stanin. Kjo majonezi është i veçantë që e marrojmë na. Okej. Nuk është i blem. Jo, absolut. Qeqet majonezit të Po me veze me vojtullinit bote, tash qka i shtën Tash ekstra. e nxejmë në toster. Okej. Qaj tosteri jem është kështu i shpis, nuk e di a kryn pun, sikur këta profesional atje, por... Po shumë i madh dhe nuk mujta me gjetë hapsin. Jo, s'ka nevoj. Nxehet ajo. A bën ti mu në qita me ma bo... Kjo s'ka nevoj mu nxej. M'fala, ndin me shtek qipresun e deri sa ty nxehet ajo peta atje, jo. E veçanta e bukës të na është që s'ka toll. Edhe këto i bëni vet. Krejt vet i bojna. Krejt vet. Unë të thash, o Andino, nuk shkojnë furm i ble dhe me ardh. Kështu, të din? Krejt i bojnë vet. Qeshtu. Qitën ma mu edhe pak domate, se unë jam domate ngrënëse, që ashtu, falemderit. Kjo bojmë Andinit me hile edhe pomfret për të qes. Ha? Okej. Andin, a don ti pomfrit ajo? Ma unë. Ma unë. Okej. Django, hajde! Andin! Andin! Merre një që ishtu të isat bot ajo. Dhe që u blevëm duke. Kjo është në zhonë ati. Boft mirë. Në shet fantastike. Salca që nga yll. Majoneza yll. Kush ndihman në punë? Vlau, motra, në përgjithësi me vlaun edhe me motrën jam standard në punë. Ta themi edhe këtë që roadside e ka dhe pasticcerin. Po. Motra e Neshatit e ka të kryme për pasticcere dhe është njena prej matë mirave në Kosovë. Të themi kështu, Bilerudi jonë ka qenë trajnere e Ajdës, edhe të 3 fëmijët bashk krijojnë një gjë fantastike. Bravo Neshat, bravo. Faleminderit. Hajde tash notën, notën. 10. 10 për Po. Ty. Shia tepër e mirë. Ma e mirë këtu është sa atje, 100 herë. Atë kom thonë? Po ne thëmë, po jo, Atë kom edhe thonë. unë ke thonë, e vërtet. Po, miq të nderuar, nuk keni nevojë me shku në Turqi me hongër dëner. Po. Sa artë ju merr malli që me hongër dëner, roadside, gjejeni. Shumë shpejt do të hapet edhe në Prishtinë, kështu që të gjithë ju adhurues të dënerit, qysh ke emni edhe njerë? Roadside. Roadside. Une, Andini, ju përshëndesim, veç duhet Andinit, une m'ja dhon edhe një send, mama, mos ma ha. duhet m'ja dhon një dhurat Andinit, Andin. Ishte kur të hanë ti bo është beter pas kena që me vo, se jena tërpjana, të dytë jemi tërpjana, Andin që kjo është për ty zemër. Faleminderit, shumë faleminderit.
i ri dhe je shembull për rinin, Faleminderit që shumë. me vullnet, me talent, me dëshirë, me punë, arrihet çdo gjë. Faleminderit shumë, nderë dhe kënaqësi e veçantë kur me qenë pjesë e këtij emisioni, kështu që shumë faleminderit. Ku më mojt kujtim, edhe shumë faleminderit. Tepër. Shumë të faleminderit ty, shumë të faleminderit në shatë që i ke ardhë, e di që po bën punë fantastike, unë e gjithnjë vi edhe e ha dënerin të ti, nuk të ndroj, kështu që ju kisha preferu miq të nderuar me provu dënerin, ose ju që e keni provu me vazhdu me hangër dënerin e roadside, për mu është momentalisht më i miri në Kosovë. Miru pafshim.